të gjitha devijimet, të gjitha shtrembrimet, të gjitha rebelimet ndaj Allahut të lartësuar dhe të gjitha mos nënshtrimet dhe mos porulën ndaj Allahut të lartësuar, shkaktari i tyre është nefsi, atëherë ja vlen me sakrifiku nefsin që mos më na i bot gjitha këto probleme, gjitha këto telashe, të cilat ja ka shkaktu plot njerëzve. Sa njerëz e kanë humbur veten, sa njerëz e kanë humbur jetën, sa njerëz kanë humbur gjithçka të kësaj bote, sa njerëz e kanë humbur botën tjetër për shkak të nefsit. Allahu ka lyp prej neve që me i sakrifiku dëshirat e tona, të cilat janë të kundërligjshme dhe janë të dëmshme për neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra ta pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë nuk ka besu për juve askush derisa dëshirat e tij edhe prioritetet e tij të mos jenë përputhje me mësimet e mia. Kjo është thjesht që qefet e tona, dëshirat e tona, epshet e tona, të cilat nuk janë në përputhje me mësimet e Allahut të lartësuar, që to me i sakrifiku dhe me i shtyp. Edhe mos me arrit te pasuria në mënyrë të pandershme ose haram, mos me arrit deri te shfryja e epsheve në mënyrë të pandershme haram. Mos me njohës edhe të panënshtruar ndaj Allahut të lartësuar, i cili e meriton nënshtrimin kulmor edhe adhurimin kulmor prej neve. Të gjitha këto pengesë, për gjitha këto pengesë është nefsi. E kështu që i sakrifikojmë disa veti të nefsit, ose e shtypim pak nefsin, e lodhim nefsin dhe pastaj vazhdojmë.